إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të nderuar vëllezër musliman, pasi Allahu subhanahu wa ta'ala e krijoi njeriu në para Ademin, e zbriti atë në tokë, ndërsa tokën e bëri mejdanin e sprovës, e bëri atë stacion për jetë banim, më këmbje, përgatiti shkaqe për ekzistencën njerëzore brez pas brezi. E gjithë kjo duke u garantuar njerëzve siguri dhe furnizim. Nëse njerëzit nuk do të kishin siguri jetese, atëherë jeta do të ishte pa mundur në tokë. Ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala përmend për Ademin alayhis salam: "Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'an ila hin." E ju në tokë do të keni vend banim e kënaqësi deri në një kohë të caktuar. Toka nuk mund të jetë vend qëndrim dhe dëfrim e kënaqësi pa siguri dhe furnizim në ta. Mirë po, kush i prish këto dy gjëra? Pra kush e prish sigurinë e njerëzve? E përrjedhoi humbin lumturinë. Sigurinë njerëzve në këtë botë u aprish padrejtësia. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bi dhulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Ata të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përzier besimin e tyre me padrejtësi, këta janë ata të cilët kanë siguri dhe mukta janë të udhëzuarit. Pra drejtësia më e madhe është besimi i pastër, njësimi Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe padrejtësia më e madhe është të bëmi shok Zotit. Inna shirka la dhulmun adhim. Vërtet i dhujtaria është padrejtësia më e madhe. Pastaj vjen padrejtësia e njerëzve ndaj njëri tjetrit. Pra padrejtësia më e madhe është padrejtësia që bëhet në të drejtën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj vjen ajo e njerëzve ndaj njëri tjetrit. Pra, e keqja e njerëzve, pra humbja e sigurisë, u vjen për shkak të padrejtësisë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala dhe padrejtësisë së tyre ndaj njëri tjetrit. Ndaj të gjithë profetët kanë urdhëruar popujt e tyre për drejtësi dhe kanë ndaluar nga padrejtësia dhe kanë sqaruar përfundimet e këqija që ka padrejtësia. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Allahu urdhëron drejtësi, mirësi, ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon immoralitetin, veprat e shëmtuara dhe padrejtësinë.
ata që kanë folur prej të mençurve për rregullin në tokë e kanë lidhur ata me drejtësinë. Pra nëse duhet që të ketë stabilitet dhe rregull në tokë, patjetër duhet të vënhet në vend drejtësia. Madje një nga dietarët e shquar ton thotë çështjet e njerëzve në dynja përqendrohen vetëm se me drejtësi. Ndoshta dikujt i shkojnë punët mirë në dynja për shkak të drejtësisë së tij, edhe pse ndoshta nuk është besimtar i fesë islame, po për shkak të drejtësisë që mban Allahu subhanahu wa taala ja rregullon çështjet e tij në këtë botë. Ndaj disa njerëz i shkruajtën Umar ibn Abdul Azizit, i cili ka qenë nga prisat e muslimanëve. I shkruajtën në një letër i thanë: o prisi besimtarve, qyteti jon ka nevojë për restaurim. Rrugët e tij janë prish. Ndaj nëse shikon të arsyeshme të na dërgosh neve një sasi pasurie me qëllim që të rregullojmë këto prishje të qytetit. Umar ibn Abdul Azizi pasi merr letrën, thotë: kuptova kërkesën tuaj. Pasi i porosit ata, thotë: restaurimi i qytetit tuaj është me drejtësi. Pastroni rrugët e tij nga padrejtësia. Ky është restaurimi i tij. Pra në një vend ku sundon drejtësia, aty patjetër ky vend do të përparoj. Do të ketë prosperitet, lulëzim. E aty ku pllakos padrejtësia, aty do të ketë shkatrim. Pra kjo është metoda e vërtetë dhe parimi themelor mbi të cilën muslimanët ndërtuan qytetërimin e tyre të lullëzuar, çliruan vendet dhe i nxorën njerëzit nga padrejtësia për drejtësi. Derisa çifotët, pra hebrejt dhe të krishterët, nuk kanë shijuar lumturi dhe kënaqësi dhe drejtësi vetëm se nën pushtetin e muslimanëve. Dhe historia është dëshmitari më i mirë për këtë. Pra ata vendosën drejtësi dhe u stabilizuan gjërat. Derisa jo muslimanët kanë preferuar sundimin islam në trojet e tyre kur pan drejtësinë e muslimanëve. E për këtë ka disa raste. Një rast është në tokat e Shamit. Tokat e Shamit janë Siria, Allahu e rregulloi gjendjen e muslimanëve në këtë vend, është Jordania, Palestina dhe Libani. Kto janë tokat e Shamit. Pra ishte në një vend afërsisht nga tokat e Himsit, kishin fut nën kontroll, nën sundimin e tyre një pjesë që ishin prej të krishterëve. Mirë po, ushtria romake ishte afruar shumë afër, edhe këto sapo i kishin futur në vend nën pushtetin e tyre, kishin marrë sipas rregullave të shtetit islam xhizjen, që është një taks që paguhet përballë sigurisë që u jepet banorëve jo musliman në shtetin islam. Edhe ata nuk kanë asnjë detyrim tjetër. Pasanikët aty e tyre nuk paguajnë as zekat as gjë për gjëje. Por zhvillojnë jetën e tyre normale duke paguar vetëm ta taks. Nuk kanë ata as ushtri as polici. Këto gjëra u siguron shteti islam. Është detyrimi i shtetit islam. Mirë po duke qenë se ato sapo i kishin futur nën kontroll, nën pushtet këtë vend, nuk kishin garanci ta mbronin. Prandaj ju thanë atyre kur afru ushtria romake: ne do t'u kthejmë xhizjen që u kemi marrë, edhe nuk kemi asnjë lloj përgjegjësie, sepse njerëzit që janë të fesë tuaj kanë ardhur dhe ne nuk u garantojmë mbrojtje. Atëherë u ngritën të gjithë ta banorë të këtyre vendeve dhe thanë: o musliman,
drejtësia juaj është më e dashur tek ne se sa padrejësia e romakëve. Edhe pse ne jemi në fenë e tyre. Prandaj mbani xhizjen dhe ne do të qëndrojmë një dorë me juve kundra tyre, edhe pse jemi në fenë e tyre. Po kështu ka ndodhur me Omerin radiallahu ta'ala anhu në kohën e Omerit. Kur Amr ibn al-As ka qenë guvernatori i Egjiptit, djali i Amr ibn al-Asit, pra që i cili ishte guvernatori i Egjiptit, duke bërë garë me një kopt, e kalon kopti djalin e Amr ibn al-Asit. Atëherë djali i Amr ibn al-Asit e godet ata dhe i thot pra fjalë ofenduese, përçmuese. Kopti niset nga Egjipti dhe në atë kohë nuk ishte aviona që shkojnë për një orë, po merr rrugën që zgjat gati një muaj edhe shkon për në Medinë tek Omeri radiallahu ta'ala anhu, i cili ishte prisi muslimanëve. Edhe tha: "O Omer, djali i guvernatorit tënd më ka poshtru." Edhe i tregoi ndodhin. Omeri radiallahu ta'ala anhu i tha: "Prit këtu." Edhe i urdhëroi njerëzit që ta mbanin mirë ata. Pastaj dërgoi një njeri urgjent në Egjipt. Edhe i shkruan Amr ibn al-Asit, guvernatorit të tij të Egjiptit, me të mbërritur letra tek ti, të marrësh djalin dhe të nisesh urgjent për në Medinë, tek prisi i muslimanëve. E merr letrën Amr ibn al-Asi, merr djalin e tij dhe niset. Niset për në Medinë. Kur arritin në Medinë, tha u prisi besimtarëve: "Unë arrita." Po i tha: "Ku është ai kopti i Egjiptit?" E sollën aty, i dha Omeri shkopin edhe i tha: "Bjeri këtij aq sa të karon." I ra djalit të guvernatorit të Egjiptit. Atëherë i tha: "Bjeri tani thatjatit ti, sepse ky ka shfrytzu posin e tjatit, që ky është sjell kështu me ty." A i tha: "Jo, prisi besimtarve, unë mora hakun tim." I tha Omeri: "Vallahi, sikur ti kishe rënë, absolutisht nuk do t'ishe qortu." Pastaj ju drejtu Amr ibn al-Asit dhe i tha: "O Amr, me shtë drejt juve i robroni rob të Allahut, ndërsa nanat e tyre i kanë lind të lira, pra e konsideroj robri këtë poshtrim, të gjuajtje që i bëri djali i tij, një person i cili pra nuk i ishte prej tyre." Po kështu vetë Omeri radiallahu ta'ala anhu ka qenë i tillë që na ka shkruajt neve historia për qëndrimet e tij të larta. Kur ai mori çelsat e xhamisë së Kutsit, shkroi atje një marrëveshje, e cila quhet edhe sot përmendet kjo marrëveshja, marrëveshja umerije. Vendosi aty disa nene, ku u dha siguri dhe garanci banorëve të atij vendit të praktikonin besimet e tyre sipas bindjeve të tyre, mos çënoheshin ata në familjet, nderet dhe pasuritë e tyre. E me radhë, pra kanë qenë ata të drejtë dhe arritën ata në kulmin e lulëzimit, në kulmin e zhvillimit. Ti pritnin njerëzit që si ishin në fenë e tyre si çlirimtar. Kështu i kanë konsideruar muslimanët kudo që kanë shkuar. Kanë pas ata siguri në vendin e tyre.
sepse ata bonin drejtësi. Drejtësi me gjithë, madje drejtësi edhe me veten e tyre. Omer radiallahu ta'ala anhu, kur i vjen një delegacion nga romakët, niset për tek Omeri radiallahu ta'ala anhu, pyet në Medine, ku ishte Omeri, ku është shtëpia e prisit të muslimanëve. E marrin, e çojnë tek një shtëpi e cila ishte si gjithë shtëpitë e qytetit. Pa asnjë lloj dallimi. Aty gjen në oborrin e shtëpisë një burr i cili ishte shtri në oborrin e shtëpisë, kishte vendos në allonet e tij pas nën kokë edhe po flinte gjumë. Shkon aty, ngrihet Omeri radiallahu ta'ala anhu edhe i thot, çfarë kërkon? Thot, unë jam një deleguar nga Roma. Dua takoj prisin e muslimanëve. Tha Omeri, hajde. E merr e dërgon në shtëpinë e tij. Një shtëpi krejt e thjeshtë si gjithë shtëpiat e tjera. I tha, fol ç'ke për thon. Dua të takoj prisin e muslimanëve, tha. Atëherë tha Omeri, unë jam prisi i muslimanëve. Prandaj fol ç'a ke për thon. Atëherë i tha një fjalë që duhet shkruajtur me penë të artë. Tha, o prisi i muslimanëve, ti ke bërë drejtësi. Kjo drejtësi ka sjellë si rrjedhoj qetësi, siguri. Pra, ke bërë drejtësi, je siguruar, ndaj fleti atje në oborrin e shtëpisë, duke mos pas askush diçka me ty. Përse do ta kishin zili? A mos kishte ai pasuritë e mëdha? A mos kishte ai në vilë moderne? A ishte si gjithë njerëzit e tjerë, pa asnjë dallim. Madje edhe kur ndahej plaçka e luftës, kur binte diçka në dorë që do ndahej mes muslimanëve, njëherë ndan copë basme, edhe Omeri ka qenë shumë i gjatë. Dhe gjithë u takoj që të merrin nga një copë, që mjaftonte sa për të prej një robë, një këmish të gjatë. Po Omeri e donte sa për dy. U ngrit njëri dhe tha, o prisi muslimanëve, ti s'ke bërë drejtësi në ndarjen e kësaj. Tha Omeri, pse? Tha, ti ke copën sa për dy veta. Atëherë i thiri djalit të tij Abdullahit, çohu Abdullah dhe sqaroje. Tha Abdullahi, ai bashkë me copën time ka bë këmishin e vet. Kështu kanë qenë muslimanët. Kështu kanë drejtuar ata. Pra ata kanë qenë të drejtë, jo vetëm ndërmjet tyre, por edhe me të tjerët. Aliu radiallahu ta'ala anhu, njëherë në një gjyq, kur ishte prisi muslimanëve, ishte khalif, një çifut i kishte vjedh një mburoj. Ja kishte vjedh. Shkon Aliu dhe ankohet në gjykat. Ishte prisi muslimanëve. Shkon dhe ankohet në gjykat. Erdhi çifuti dhe Aliu të dy para gjykatësit musliman. I thot gjykatësi musliman Aliut, a keti prova dëshmi se kjo është mburoja jote? Tha Aliu, kjo është mburoja ime, unë nuk kam ndonjë provë, ndonjë dëshmi, por kjo është imja, as se kam shit dhe as se kam dhuruar kujt. Atëherë ju drejtua çifutit. A i tha, jo, tha, mburoja është ime, ajo është me mu, kjo është imja.
Ky thjesht është pretendus. Atëherë i tha Aliut, gjykatësi musliman, i tha, mburoja i mbet atij që e ka, ti nuk ke prova. Dole nga gjykata kështu, me këtë vendim. Mirë po që i futi me ndoj me vetën e ti, vallahi tha, kjo nuk është vetëm se morali i profetëve të Zotit. Aja është prejës, aja është udhëheqës, unë jam në pushtetin e ti, edhe mburoja në fakt është e ti, e dalun në mburojën e ti, edhe e drejtat mjepet mu, vallahi tha, kjo është morali i profetëve të Zotit. Pastaj u kthye prap tek gjykatësi, edhe i tha, mburoja është Aliut, as ma ka fal, as ma ka shit. Edhe kjo nuk është vetëm se morali i profetëve të Zotit. Kjo është rrjedhoi e sjelljeve me të cilat profetët e Zotit i mësuan pasues të tyre. Prandaj unë dëshmoj në këtë moment se dhe unë jam pjesë e umedit islam. Jam pjesë e muslimanëve, jam musliman edhe pranoj islamin. Pra muslimanët kanë bërë drejtësi, jo vetëm ndërmjet tyre, por edhe me të tjerët. Dhe raste nga historia lidhur me këtë ka shumë. Është e mbushur historia. Si në kohët e mëparshme, po kështu edhe në kohët e mëvonshme. Shumë mbrapa Salaudin Ejubi, kur çliroi shtëpinë e shenjtë, xhamin e Aksas në Palestinë, i patin në dorë krishterët. Ata vetëm në xhamin e Aksa, brenda në xhami, kanë vrarë 70.000 veta. Vetëm brenda xhamisë. Shkuan njerëzit për të mbrojtur në ta. Ata bon kasaphane, pa diskutuar që vepruan ata në qytetet. Historia lidhur me kryqëzatat është enzime me atë që kanë bërë ata në emër të fesë. Madje gjëra të vogla ndoshta edhe ne kemi lexuar në historitë tona lidhur me kryqëzatat, kurse realiteti çka ka ndodhur ajo është i nxirr. Salaudin Ejubi nuk u soll me ata në atë formë që ata u sollën me ta kurr. Përkundrazi, kur ai e futi situatën në dorë, u dha siguri atyre edhe ata dolën pa u prek. Madje ata kanë bërë dhe filma kur tregojnë burrinë e Salaudinit, drejtësinë e tij, butësinë e tij. Nuk mund t'i mohojnë qëndrimet burrore të tij, drejtësinë dhe mëshirën e tij. Po kështu dhe në kohët e mëvonshme, ndërsa të tjerët, pra jo muslimanët, kur ata kanë pas pushtet, kur ata kanë shtri pushtetin e tyre, ata e kanë nxirr historinë. Në vendet e Afrikës më para, po kështu në Amerikë, ata i shndruan popujt autokton të tyre, me njerëzit e vetë, jo vetëm njerëzit, po emrat e vendeve i ndryshuan. Edhe sot e kësaj dite ato vende nuk janë me emrat e tyre që kanë pas. Me miliona sklever u morën nga Afrika në ato kohë, edhe u sollën në Europë. Po kjo nuk përfundoi vetëm në atë kohë, po edhe sot e kësaj dite, në këtë vend kaq të begat që është Afrika, ka miliona njerëz, jo i kërcënon uria, po vdesin nga uria. Ndërkohë ato janë vende shumë të begatshme. Vdesin nga uria miliona njerëz. Edhe ato vazhdojnë akoma dhe sot e kësaj dite të jenë koloni. Kurse muslimanët nuk kanë njohur koloni. Nuk janë konsideruar vendet që janë futur në pushtetin e muslimanëve si koloni të muslimanëve. Kur? Madje përkundrazi,
qytetari ati vendi ku futej në sundim të islamit ishte i njëjtë me qytetarin e vendit nga ku vinin muslimanët. Kështu ka qenë islami dhe muslimanët. Edhe në këtë i ka udhëzuar ata feja e tyre. E lutim Allahun azza wa jall që muslimanëve të kthej atyre pushtetin, që të vendoset drejtësia në tokë, që të vendoset zhvillimi, përparimi dhe të largohet pa drejtësia. Wa aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Padrejtësia e cila është e kundërta e drejtësisë ka disa gjëra që të shtyhen lidhur me ta. Prej tyre është racizmi. Prej tyre është forca. Kur dikush e ndjen veten të fortë dhe nuk ka parime për jetesën në tokë, a i bëm pa drejtësi. Kur i shtohet kësaj forcës edhe racizmi, pa drejtësia bëhet më egër. E kur i shtohet asaj edhe një element tjetër i tretë, që është besimi, bindjet, atëherë ajo bëhet më padrushme. Edhe kjo është në fakt ajo që neve shohim sot në botë. Pra forca, pastaj racizmi, pastaj bindjet e tyre, se vetëm atyre u takon të jetojnë mirë, edhe të tjerë le të shkilen me kam. Pra, muslimanët i kanë parë gjërat ndryshe. Ato nuk e kanë pas në bindjen e tyre çështjen e racizmit. Përkundrazi, tek muslimanët gjithë njerëzit kanë qenë një lloj. Të gjithë ata janë bijtë e Ademit. Pra pasardhës të Ademit. Ademi është i krijuar nga balta. E ata prap aty në balt, në tokë do të kthehen. Edhe po prap prej saj do të dalin. Drejtësia është ajo për të cilën janë parituar të gjithë legjislacionet fetare dhe mendjet e të urdhve dhe natyrat e pastra. Mirësia e drejtësisë është e pëlqyeshme. Ajo është e përqendruar në natyrshmërinë e njerëzve. Argumentet fetare, pra ligji i Zotit, ka qenë i qartë lidhur me të parët, po kështu dhe të mëvonshmit, se ç'është vepruar me ata të cilët kanë bërë drejtësi dhe ç'kanë pësuar ata të cilët janë shmangur asaj. Drejtësia është qëllimi i të gjitha shpalljeve hyjnore. Allahu subhanahu wa taala thot: "Laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyakuma an-nasu bil qist." Ne kemi dërguar të dërguarit me argumentet e qarta. Kemi zbritur atyre librat
dhe peshoren që njerëzit të bëjnë drejtësi. Cili do popull që e lën këtë cilësi, pra drejtësinë, atë popull do ta gjesh të sprovuar, do të gjesh vuajtje, do të gjesh të këqija, do të gjesh fukarallik, do të gjesh në atë popull poshtrim e robëri. Kurse me drejtësinë qëndron çdo gjë. Drejtësia mban qejt dhe tokën, kurse nga padrejtësia dridhet edhe froni madhështori Allahu subhanahu wa taala, e cila pra kjo është nga krijesat më të mëdha të Allahut. Drejtësia është çelësi të vërtetës, i unitetit dhe i dashurisë ndërmjet njerëzve. Vendet që praktikojnë ata stabilizohen, ndërsa ato që e lënë drejtësinë shkatërrohen. Drejtësia islame i përfshin të gjithë pa dallim, miq dhe armiqt, të afërmit dhe të largët, të fortët dhe të dobtët, pushtetarë dhe ata që janë në pushtetin e tyre, fëmijët dhe familjet. Pra, kjo është drejtësia me të cilën na erdhi Muhamedi ne sallallahu alaihi wasallam, që shpara 1400 vjetësh. Allahu subhanahu wa taala thot Muhamedit, thuaj ju atyre: "Wa kul amantu bima anzala Allahu min kitab wa umirtu an a'dila bainakum." Unë kam besuar në librat që i shpalli Allahu, jam urdhëruar të mbaj drejtësi mes jush. Po kështu Allahu subhanahu wa taala thot, ndërsa ja ejuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu ala an ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. O ju të cilët keni besuar, bëhuni plotësisht të vendosur për hir të Allahut, duke dëshmuar të drejtën dhe të mos t'ju shtyje juve armiqësia që keni ndaj dikujt, që t'i shmangeni drejtësisë. Bëni drejtësi, se kjo është më afër devotshmërisë. Do të përmend në mënyrë të përmbledhur disa dobi të praktikimit të drejtësisë. Prej drejtësisë ka siguri në tokë, po kështu dhe në botën tjetër. Ka qëndrueshmëri dhe stabilitet. Fitohet me të kënaqësia Allahu subhanahu wa taala, para se të fitohet kënaqësia e robëve. Ka qetësi për njerëzit. Të drejtët meritojnë të kenë postet dhe pozitat e larta. Thënia e vërtetës. Pra, drejtësia të bën të thuash të vërtetën. Ai që është i drejtë e thot të vërtetën. Drejtësia në Islam përfshin të gjithë, pa përjashtim, ndërsa ndaj të afërmve ajo është akoma më theksuar. Ajo është rrugë për në xhenet. Realizimi i drejtësisë sjell përqendrim, stabilitet, qetësi, lumturi në shoqëri, pasi individët e një shoqërie kur ndjejnë se janë të një llojit, ata stabilizohen dhe kjo shoqëri arrin prosperitet dhe zhvillim. Drejtësia eliminon mendjemasin, kryelartësin, pasi asnjëri nuk e shikon veten mbi të tjerët. Me drejtësinë në gjykim qetësohet çdo individ i shoqërisë. Dhe politikat që bazohen në këtë, ajo është politika me drejt dhe kjo është politikë e cila nuk bën dallim ndërmjet njerëzve. E lutim Allahun azza wa jall që ta na i kënaqë sytë tonë me drejtësinë islame. E lutim Allahun azza wa jall që të na i falë mëkatet tona dhe ta shmang prej nesh pa drejtësinë dhe të mos na bëjnë neve prej atyre që bëjmë pa drejtësi të tjerëve. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum aqimis salat. La ilaha
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول